Drejtën sot mora një përgjigje për një pyetje që kemi kohë që e vërtisim dëgjesat tona, madje është angazhuar e gjithë qeveria për këtë, është angazhuar parlamenti për gjetur atë çështjen e fajt kompetencave. Sot e mora përgjigjen, unë ndriçova e paska pas opozita. Shumë faleminderit. Se në fakt për çështjen e kompetencave, jo, opozita ka fajin, ke drejt. Unë po them, po t'jap drejt, sepse edhe ligjin për planifikimin urban, zonja Memaj e ka bërë opozita. Atë mbi 6 kate. Opozita ja ka ashtu imponu Edi Ramës. Edhe ligjin, jo, mos e ndis. Edhe ligjin për menaxhimin e ujrave e ka bërë opozita, edhe ligjin për menaxhimin e mbetjeve që ju marrin ju kompetenca, opozita ka bërë, opozita i ka gjitha fajt. Ka ngel ajo, po për këtë fundit që na ke bërë, domethënë, atëherë ne do mblidhemi veç si opozitë, do bëjmë kompetencat specifike të pushtetit lokale. Dështimi juaj që u larguat nga zgjedhjet lokale në 2019 mos ma faturon mua, sepse është juaj. Lutem shumë, dhe qasja, për sqarim, dhe qasja, këtu duhet të jetë ajo që tha Zoti Zotkaj. Shumë e qartë, jo me ish komuna 373-shin, që na more një shembull pusje, nuk e di çfarë shembulli. Është me atë çka arriti në raport me pritshmëritë. Sepse për shembull, unë nuk isha ndërmend doja pyetje se doja t'i lija kohë të tjerëve, dhe nuk do bëj, por unë gjykoj nga ajo që parashtroni ju, që ju keni performancë të mirë, bie teza që bashkitë e vogla nuk mund të ekzistojnë. Po. Bie kjo teza dhe ne jemi këtu pikërisht për të ndarë këtë shqetësim bashkë, që duhet qëndroni apo duhet shtohen në rastet kur largësitë janë shumë të mëdha, duhet të ketë një zgjidhje tjetër që janë 3 orë, pranon dhe vetë kryetari. Tani jo. Po më tash të lutem sa mbyll, jo po s'është etike. Po më ma heq mua domethënë se s'po e kuptoj. Po jo unë dita dakor, pra doja kaloj Zoti Tjaj. Po. Ja, një minutë. Jo, tuta, kanë fol 2 njerëz rresh nga opozitës, nuk ka folë si nga Maxherani. Dakor, po. Ja, një minutë. Ja, një minutë se jo, ngatrohet një gjë, domethënë që ngatrohet një gjë. Tani urdhër këtu nuk më jep kush, ta kam thënë edhe një herë tjetër. Po jo, s'më jep dot. Jemi në pozitë barabartë, edhe unë nuk pretendoj që t'jap urdhër, edhe një herë. Asnjë rregull nuk, po, edhe një herë, asnjë rregull. Po nuk është po tash nuk është etike që dhe një herë, nuk është etike që ndërhyn në fjalën time. Tani e tepruat. Po e tepruat pra. Po s'po bëj pyetje e bora parashtrim tash edhe një herë tjetër. Dhe një herë. Mirë. Unë e kuptoj që fjala pyetje ju agjiton, se unë thash do bëja pyetje, po s'do bëj pyetje, se nuk e gjua deri në fund. Po pra, po atëherë ta përfundoj unë. Vazhdoj kjo histori, nuk mund të vazhdoj kjo histori. Edhe një herë. Nuk vazhdoj kjo histori. Po fjalia edhe një herë. Ja, Klos, prit një minutë, se edhe unë s'mund ta jap fjalën se po ma ndërpret mu bashkryetarin dhe unë po bindem. Dhe një herë tjetër, jo, po s'bët kjo sfidë në këtë lloj forme, se jemi edhe live. Unë s'pranoj dhe sfida tjera, jo të pranoj një sfidë kaq vogël në komision, pas mund pranoj sfida të tilla në komision. Dhe një herë tjetër nuk po marr setin e pyetjeve, sepse e bëra marrëveshjen me veten time që do i le kolegëve qoftë nga maxhoranca dhe opozita, por parashtrimin tim nuk duat ma ndërpres askush. Asnjë deputeti s'mund t'ja ndërpresim dhe ne, jo më të ndërhyjmë ne në punën tonë si bashkëdrejtues. Këtu stop orkestra është i fjalë urtë popullore. Tani jepin një fjalën tash se po e bën si sfidë. Po tash mos e bëjmë tani edhe një herë, domethënë se unë e kuptoj shumë mirë, je live edhe je para saj që unë duhet jap fjalën dhe do jap fjalën se po e marr unë mikrofonin. Dhe po ta mbaroj fjalën se tash jo pra, jepni fjalën, thjesht kaq. Po mos e bëj si kalama më burr ta mbaroj tash ç'është kjo histori. Po ç'është kjo ndërhyrje, unë se kuptoj. Keni në 2 orë. Jo, po jo jepe. Po fjalën një personit maxhorancës. Po dakor. Po ta mbaroj unë. Edhe një herë tjetër.
Nëse edhe një herë tjetër, nëse nuk kuptoni pyetjen nga pohimi është çështje e konceptit gjuhësor. Dhe po, atëre jemi në momentin dhe fazën që po japim një shfaqje shumë të bukur si komision, që as unë se dëshiroj, as kolegët e mi, as njëri nuk e dëshiron. Por me nervat qeta, sepse ky komision sfid ka edhe durimin, fakt se është komision që zgjat shumë. Jemi në situatën që zoti Mziu ka bërë pyetje për gjithë kryetarët e bashkive. Dhe e di shumë mirë që jemi në kufizim kohe. Është shumë e vështirë me 5 kryetarë bashkish, menaxhosh një dëgjes 2 orë kur ke dhe dëshirë nga deputetët për të folë. Kemi logjikshëm. Kështu që është dhënë vetëm një përgjigje nga zonja Memaj, dhe të vijojnë dhe të tjerët në përgjigjet e tyre, se kemi ardhur të dëgjojmë kryetarët e bashkive. Parashtrimin e bëra se mora një Jo, po një sekond, po do e marr patjetër, dëgjoj një sekond. Po patjetër, po merrem patjetër. Po tani, jo pra, bëre parashtrimin. More fjalën. Patjetër do e fus në xhep tani. Tani. Jo, autoritetin tim e tregon o zoti Boçi. Mos e marr patjetër dhe para, mos abuzoni me hapësirën që ju është lënë. Jeni duke e vazhdoj patjetër. Që të shkem me të, mund të vazhdosh i qetë. Sot nuk mund të vazhdohet në mënyrë sistematike me abuzimin sistematik nga ana e opozitës me hapësirën që ju është lejuar. Ju është dhënë në mënyrë sistematike për të folur sot, jemi në orën e 2, nuk i është dhënë akoma fjala një personit vetëm nga ana magjerancë. Dhe kjo gjëja është e pa drejt dhe e pa logjikshme dhe jo normale. Dhe të merret fjala në mes të pyetjeve për të bërë parashtrime në mënyrë sistematike, tani ka radhën për të folur një person nga ana magjerancës. Si lutem zoti Klos. Faleminderit kryetar. Tani kam diskutimin tim se keni bërë komente sa keni dash. S'ka asnjë koment. Unë ja kam thënë edhe pyetjet zoti Klos. Zoti Mziu, ja kam thënë edhe tjerë edhe në komision, keni një merit veçantë që gjeni gjithmonë argumente, edhe bravo ju qoftë që keni vullnetin edhe i shprehni gjithë të argumentat edhe me forcë. Po tani ne këtu jemi për të folur dhe për të thënë disa të vërteta, sepse nuk jemi vetëm ne antarët e komisionit dhe kryetarët e bashkive. Është një gjithë qytetet e interesuara, njerëzit e interesuar na ndjekin edhe duan dëgjojnë disa të vërteta që kanë të bëjnë me reformën territoriale. Unë e kuptoj të 5 kryetarët e bashkive kur në fjalët e tyre padyshim thonë se çfarë mund të ishte bërë më mirë. Në fjalën e tyre thonë se si mundet që procesi i forcimit pushtetit lokal të eci në rrugën e dur. Dhe nuk diskutohet që e mira nuk është as me reformën e 2014-s, as me këtë që do bëjmë tani, dhe prapë do të kemi një kërkesë për një reformë tjetër ose për përmirësime tjera gjithmonë në vazhdim. Por ne tani duhet të themi disa të vërteta. Dhe në qarkun e Beratit, unë kam pasur fatin që së bashku me të 5 kolegët të shkoj në çdo fshat. Nuk ka një fshat që unë nuk e kam shkelur, natyrisht për arsye të menaxhimit territori, po dhe të fushatave elektorale që unë kam bërë me të 5. Dhe unë e di shumë mirë se çfarë thot Adriatiku kur thot se sa larg është Terpani me Bashkinë e Poliçanit. Por po ashtu ditë them që fal edhe këmbgulës së Adriatikut janë bërë investime në Terpan që komuna e Terpanit as nuk bëhe fjalë që ti kishte realizuar.